Radio Kosova. Aty ku rrëfimet mbesin në kujtesë. Çdo zë ka një histori. Rëno për me tregue. Të gjalla, të ralla, ekskluzive. Vetëm në Rrëfim pas rrëfimi. Zëri i së vërtetës. Në fillim të vitit 1998, pas masakrës së Likoshanit dhe epopesë së lavdishme të reditorit e familjes Jashari, ndodhi një ndërgjegjësim kombëtar. Shumë të rinj dhe të reja ju bashkuan në radhave të ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Enver Ladrovci, nga fshati i Shkambaj, ishi kllanasell, pa hezituar, pavarësisht se ishte babai i 3 fëmijëve dhe djali i vetëm i familjes, ju përgjigj thirrjes për liri. Fillimisht në njësitin e fshatit dhe më pas në kuadër të brigadës 114 Fehmi Ladrovci. Me 22 shtator 1998, gjatë luftimeve me forcat serbe, Enveri u plagos. Ai nuk e dinte se një sëmundje e rënd po zhvillohej në trupin e tij. Por plaga që mori ia zbuloi atë, duke kthyer jetën e tij në një betejë të dyfisht. Enver Ladrovci vjen nga një familje që i dha shumë luftës për liri, prej së cilës doli edhe një nga figurat më të shquarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, komandanti i njohur Fehmi Ladrovci, të cilin e adoronte, e respektonte dhe e kishte idol si strateg të luftës. Sot Enveri është mirë, por vazhdon të jetojë nën kujdesin e mjekëve. Ai ka vendosur të ndajë rrëfimin e tij, sa krenar, aq edhe të dhimbshëm, por njëkohësisht shumë frymëzues. Ne jemi rritë në një familje, me të vërtet familje, të thamë kështu patriotike. Babgjyshi jem, Lazim Ladrovci dhe vllau i tij kanë qenë të dytë në luftën e Shabapullushës. Bile gjyshi jem ka qenë edhe truproje me Medgadicës në atë kohë. Domethënë, ai frymëzimi patriotik për vendin tonë nuk ka mungu kurrë. Si për kyçen time, domethënë, drejt për drejtë në ushtri ka qenë fillimi i masakrës në Likoshan dhe betejë e lavdishme e familjes Jashareve. Lidhen ka posta edhe me Sabitin, në atë kohë Jasha, unë e dija që është i kyçur, ai ka qenë edhe ma herët të familjes Jashareve, ka bërë roja të shtëpia tyne, dhe ai ishte plagosur në luftën e Likoshanit. Domethënë, frymëzimi ka qenë qysh prej prindëve, edhe tani masakrat e serbëve që vazhduan në Likoshan. Si i ri, idoli im ka qenë Fehmi Ladrovci. Domethënë ai, si më thonë, jam rrit me jetën dhe veprën e tij. Frymëzimi më i madh ka qenë ai se më të vërtet e kam pas idol edhe vazhdoj ta kem, edhe pse nuk është mesin ton fizikisht. Domethënë gjithmonë i kujtoj fjalët e tina, i kujtoj veprat e tina, se ka qenë një njeri me të vërtet i përgatitur për gjitha, si për luftë, si për njerëzim, si për patriot, si për gjitha. Edhe kam pas fatin që kam jetu dhe kam nejt një kohë, dhe kam nejt shumë kohë me të, domethënë gjatë luftës, kur ka ardhur Fehmiu, dikon ka prilli mos gaboj, se datat nuk i mojnë mend bash mirë. Dikon prill ka ardhur për Gjermani me grupin më të madh në atë kohë, që ka qenë me të vërtet në një frymëzim edhe në mbështetje shumë e madhe për ushtrinë shqiptare të Kosovës, që na dha moralin shumë të madh, si me të vërtet thashëm ne hamë edhe përbim edhe tenken mo, se kem problem mo, as për luftë, as për asgjë. Edhe kur ka ardhur, domethënë unë isha veç i veshur me uniformë, isha në ushtrisë shqiptare të Kosovës, se atëherë nuk kishim ende istikamet tek ne, kam nejt në Bri, ma shumë se 2 muaj, të demak, në odin Haxhi Demakut, edhe të vllaut i Sejdi Demakut. Por erdhi Fehmiu, në prill, pas përqafimin gratë që banëm, më tha, pse e orë, tha ti në ushtri, tha, të dy që je i vetëm ti. Thash, mirë, pas e vetë, thash, sa Fehmi Ladrovci janë, thash, si po mëndër. Ashtu, thash, sa Fehmi Ladrovci janë, tha, unë jam. Po, edhe ti e astrejtë të mund. Faktikisht, se cili njeri është i astrejtë, se cili ka vetëm një jetë. Është fakt, ka qenë vështirë edhe për familjen, edhe për fëmin,
Mi po njeriu kur nisi në drejtim, domethënë në drejtim më të madh, në një punë më të madhe se sa veç familja jote, atëherë do të më rroballohet me pasojat. Dhe jam shumë i lumtur me të vërtetë se kam qenë shumë frymëzim për shumë njerëz tjerë, për shumë trije treja, se thëshë që ky i hastretit ka shku luft, por na s'ka presëm. Domethënë kanë ardhur shumë vullnetar në atë kohë kur veç më kanë po mua që jam kyç në luftë. Enveri kujton disa nga ofensivat me të rëndësishme në të cilat mori pjesë, si në Gjurgjic te Peronikeli, pastaj luftimet në Grykën e Lapushnikut, ku ishte në rrezik të vritej nga forcat serbe. Siç rrefen, pati fatin të luftonte me automatikun e heroinës Gjevlla Drovci dhe të ndante frontin edhe me babain e tij si bashkëluftëtar. Në jetën time s'kam po njerëz më të guximshëm, më të moralshëm se ushtarët e Shqipërisë. Nëse u thërste dikë për ndihmë, nuk kishë mundësi mi morë gjithë sa u qesh jone, domthon ka qenë vullneti shumë i madh. Kur e ceka për armë, s'kemi pas faktikisht armë mjaft, masi ka ardhur Bacefe, mos gabofsha në jo 10 ditë më vonë, ka ardhur në Smet Jashari, ku manova, të na në Bri, ka ardhur me një makinë me armatim. Na ka sjell armatim, edhe që aty thuje veç jemi armatos ne shumica ushtarëve që kemi qenë aktiv. Bile vlen me cek, Bacefe e murni një push ka, domethënë me një tyt gjatë automatike. Automatikun e ti mur Gjeva, e Gjeva se mora unë, po ta foni mur automatikun e Gjevës, domethënë ton luftën ku bëmë ato automatikun. Vlen përmendet, mos gabofsha dikon maj ka qenë sulmi në Gjurgjic. I thash më herët me data kam pak probleme, me të vërtet nuk i mboj mend datat mirë, vje shumë keq. Po e di që njësiti i korpit në atë kohë, ka sulmuar në njësit të shtrak të armikut, dhe ishin përqendruar tani forcat të fshatit Gjurgjic. Kur u bën luftimet në Lapushnik, prap na ishim shkuam ndihmë atje. Prap unë me atë makinën, prap thuje me të njëjtin numër të ushtarëve, ishin luftime tashpa, kështu që faktikisht nuk mundesh edhe ishim në terren që edhe se njefshim fort mirë terrenin. Kemi zbarku të shtëpia e Jakub Krasniqit. Aty edhe u ndal makina dhe na meti makina pa benzin. Ajo makina që çova ushtar dhe aty. Pranë ishte gjipi i Besim Halilajt. Ai ishte me xhep zin atko, me xhep zin atko është lëndë të këto të anshin edhe serb. Në atë kohë në bon asfaltin Grykën Lapushnikun e anshin edhe gjipat zi edhe të serbe. Në atë gjip kanë qenë, mos gabofsha 5 vetë, unë e di që ka qenë Zeq Prokshi, ka qenë Dibrat Fylli, ka qenë Ilas Derguti në atë makinë, edhe Besimi si shofer, nuk e dija ka qenë në njo. Edhe tash masi unë nalë makina ime, kam tentu dhe jam hinë makinë atë gjipin e tyre. Për më shku me ta me vazhdu të mon luftime. Në atë moment, basi Jakob më kanal, tha nalë pak, tha të rregullojmë këtë qeshin e makinës, tha e shkojmë ma vën. Fati em, faktikisht, ajo ka ndiku dhe si ka ndalë të në asfalt, ka gjunë me rafal në ta, Besim Halilaj ka meti vdekur atë, Prokshi Zeqa është plagosur, ta tjertë janë ndu, i lazi pak, i brani pak, se u rëkullisht edhe makina pastaj. Leta dhe këtej qëfar fati, që unë qëllova në makinë, që nuk më lanë me hypë në atë makinë, se unë isha me ta. Pas ka shpëtu jetën Jakub Krasniqi. Po, gjithsesi, kam shumë respekt për ta, edhe për para, i minjot, edhe për para, edhe në shkollë, edhe ka qenë shok i babit tim. Si ndodhi që ti vendose para babait tënd që të inkuadrosh në luftën e UÇK-s? Ju ka ndodhur pastaj që ta bëni luftën bashkë në ndonjë ofenzivë, ndonjë betejë, sepse babë bir bashkë në luftë është goxha madhështore, apo jo? Është shumë madhështore, babi në fillim ka qenë qysh fillim i kyqur, mi po pak më tërthorazi, ka qenë logjistik ba shumë, na ka ndihmu me ushqime, me gjitha ato, na kanë lanë shumë që t'jemi bashkë në ndonjë betejë, janë mundu shok, mos më na lanë edhe na mundu gjithmonë, mos më lot dy vllazë, mos më lanë një familjes, një betejë në vend. Faktikisht s'kan mundë më na nala askush me dhunë, amo i na mundu në atë aspektin sa më shumë me ik tragjedime familjare, themi ashtu, nuk na ka ra të këshillonte ndonjëherë për
diçka që të kesh kujdes apo Më këshillon kanë në vërtet që pse po vrapas e këtë gjithë i fori. Po, ama është shumë e vërtet ka qenë, vullneti ka qenë shumë i madh atë ku. Vullneti mu vro, po ka qenë vullneti me luftu. Kështu betej pas beteje, Enveri vazhdoi të luftonte pa e ditur se vuante nga një sëmundje e rëndë. Me 22 shtator, 1998, gjatë një ofenzive të ashpër, ran heroikisht komandanti i brigadës, Fehmi Ladrovci, Gjev Ladrovci, Fatime Hetemi dhe Shefqet Zeka, i cili u vranet njëjtin pozicion lufte, ku ishte edhe Enveri. Enveru plagos nga copsat e granatës që i goditën të dy. Edhe pse plagët e Enverit nuk ishin të rënda, por pasi nuk moren trajtimin e duhur në kohë, shkaktuan një infekcion që ndikoi në përkecimin e gjendjes e tij shëndetësore. Ai vazhdoi luftimet edhe për disa javë, deri në momentin kur dhimbja po shtohej e më nuk mund të lëvizte dhe u detyrua të kërkoj trajtim mjekësor në spitalet e luftës së ushtrisë shtirimtare të Kosovës. Unë isha të trofa atje, filluan luftimet, dikon mos gabofsha për mi, dikom numëru një herë, dikon 22-3 tanka kanë qenë vetëm në drejtim tonë, vetëm të trofa atë, kemi i shpejt dëshmorin Shefqet Zekën, nuk e kam njohur për para, një natë më herët e kom po që ka orë prej Prishtine, edhe ka flet në të sabitit, me në gjesta një takova, të më honë erë drejten në ofenzivë. Kam zbrit shpejt në kanal, a i mbete ende mi kanal, edhe po i shiqen, thash, zbrit poshtë në të moment, të më honë ka gjujt tangë se i ka rëk në trup, Shefqetin. Trup tina, komplet ka vdek më një herë. Dhe ka qenë aq eksploziv i madh, sa që shumë predha, copa kanë orë edhe në trupin tim, ju po nuk kanë qenë të une të thella, ndoshta nuk kanë qenë lëndimet të thella, lëndimet të rënda, ma shumë kanë qenë si përfaqësore ma shumë. Po në atë kohë nëse dish atëherë, aty jam helmu tani unë, po se kom ditë, aty ka vazhdu beteja domethënë. Kemi qëndru sa kemi mujt, 2 tanksa kemi shkatruar aty unë me Haxhixhelin, kemi pas 2 mortoja, po fatkeqësisht vetëm 2 prerë kemi pas më shumë. Dhe dhimbje kam pas faktikisht edhe prej atyre plagë, edhe pse kanë qenë sipërfaqësore. Mirë po, më dishe që jam plagosa, ka shku mendja mu që do helmohem, ose do smuhem, ose s'na ka shku mendja fora, jeta ka vazhdu, lufta ka vazhdu ende. Tek ma vëndë, mas 2-3 jave, fillon ajra ime dhe fillojnë dhimbë mlaja. Gjë që erdhe deri te konsultimi me doktorin atë kohë, doktorin tonë Naim Bardiqi, erdhe me. Dhe kur më po e mjekoj, ai veç kishte një dyshim, faktikisht tjetër, vetëm dyshim se nuk kena pas mundësina me bëj as ekzaminime, as analiza, as asgjë, vetëm dyshimin ai nga përvoja e tij, ka qenë shumë i ri, po ka pas përvojë shumë të mirë, më të vërtet ka qenë doktor shumë i mirë në atë kohë dhe na ka ndihmuar shumë. Aja kishte dyshimin e vet, nuk ma tha drejt për drejt, mundu pak me ma spjegu në mënyrë mjekësore, po thasho dok, se kam problem, të ditë thasho se kam problem, çka është problemi? Jo, theke nuk e di asone, po dyshoj që ka tumor. Theke ndoshta nga helmimet, ndoshta nga plagesa, ndoshta s'po di theke tumor. Mirë. Po deri në ato momente ke domethënë ke vrejt ndonjëherë lodhje ose ke qenë i sfilitur, ke qenë domethënë ke pas ndonjë simptom diçka? Simptom faktikisht po njëri kush se din edhe unë sot kur smuna më kokë shkëtë mjeku, ose më dikon shkëtë edhe sot, domethënë ana shkalej ato atëherë. E ke neglizhuar. E kam neglizhuar natyrisht, edhe se kum ditë, po edhe tek kisha ditë, kisha probleme më të mëdha tjera, kisha problem me luftu me armikun tonë, shumë intereseke për vete, absolut. Vete asë nga dresu kur. Vetëm kur ka momenti që më të vërtit nuk munda më me levrit, se ishte ojër shumë, kishte dhimbje shumë, dhe kështu që me konsultime edhe mjekut atë kohë, edhe të komandantëve tonë, u dasht me kërku dikon shërim. Enveri fillimisht u dërgua në spitalin ushtarak në Pagarush, ku edhe u operua. Aty mori lajmin e rënd se vuante nga një sëmundje e rënd kancerogjene. Ky nuk ishte fundi i luftës për Enverin. Por tani luftën do ta zhvillonte në një tjetër front. Për të largimin nga fronti i luftës,
ishte një nga momentet më të vështira. Mas një kohë edhe më dela narkoza, më këshin mbledh gjithë mbi mu, gjithë më rralt. Edhe për thonë, që keni më? Ka vdek kusha, që boha? Për thamë atyre dhe. Hishtë fueshin as një. Thash, që ka bo më, që keni, thash, ka dhëmë, që është problemi? Jo, ai mjeku filloj tani, jo, nuk ka qenë që kemi menduë, jo, qenë ka ma keqë, jo, ne, që është ma keqë, thash, që ka ma ko keqë? A ka me vdek? Jo, po, thash, që ka lidhe, si me vdek, si nese, si pas nese, gjithë kemi vdek, herë do kur do. Të regërme që është problemi, mos des që të, thash, kam qef me vdek në franda, se këtë s'kam qef me vdek në dhumë. Pak keshin, pak më mërzishin, pak anë edhe, po të regojnë tani që është të mërë vdekje prus, faktikisht, se kjo si ke mujt me qëndru këti të mërë, dhe më thonë se ishte të mërë, nuk, atë si dishmë na, s'dishmë që është të mërë faktikisht, po ishte femror në atë kohë, dhe më thonë faktikisht që shtuhët, që po diju në tash i disë janë ato, po atër s'kem fos ku fa një ori në atë kohë, aty për aty bobe ka pritë shumë keqa, zakër këptohet, po ma shumë doja mërzë, se kemi qenë shumë tofër me dajnë më lezem, dëshmurë, mirë po, faktikisht, unë isha me atë moralin e luftës, isha me atë moralin e beteja, dhe më thonë, isha me atë moralin e bashamenja ra, ushtar të fort, komandant të fort, ishë ra Adem Jashari, ishë ra Femilla Drovzi, ishë ra e tjetër, dhe më thonë, faktikisht unë isha me i vogli, nuk qesha pesha s'pak. Unë ku mund të milon veç familjen tem ma keq, nështë edhe që ta shok që të, amo ata neve në kanë ma keq. Atë ku, dhe më pas e fekur e vra, faktikisht, dy disë ku mund të mënalë të qajtë. Jo, si person, po ma shumë si strateg, ma shumë si bashkëluftar, ma shumë si e kisha i dollë tjetër dhe më, Kështu që, së më bajke përshtypje as pak, apo vdesun apo jes gjallë, absolut, së më ka bo përshtypje, jo në atë moment, por në tonë kohën. Edhe të betuam se kisha problem, por nuk më lashin mu, asë nuk më lashin me dal, asë nuk më lashin, dhe mon, erdhen në përfundim që jo do të më shku në shërim për jashtë. Ndarja nga shokët e luftës e rëndonte më shumë se sa vetë sëmundja. Një natë para nisjes për shërim në Shqipëri, bashkëluftetarët e përcollën me këngë për t'i dhënë forcë. Para se më nisë, dhe mon, një natë pa u nisë, unë mbledhen ushtarët thujesh, të gjithë ushtarët. Bashkëluftetarët. Bashkëluftetarët. E dishin që ka mu nisë nesër, jemi mbledhë, dhe mon, gjithë nëdët të ku isha të nejtë. Unë isha nëdët dojve të nejtë faktikisht, dhe shpia tonë veç ishin shkatru komplet me familje, me këtë ishëm të nejtë të dojtë, në Gradicë. Në të kohë, u të bunë, kam video, tash i kanë qitë edhe Shedika e ka morë Esat Sholve, i ka qitë edhe Esat Sholve dhe video, të asojnë mbromjes. Kemi bojmë edhe mbromje me muzikë, kemi bojmë me bashkë luftëtar, me sharkija, me atë natë që kësha munisën e. Tash për dalë prapë të nisja. Çka të thanë shokët që po nisesh edhe, nështë e kanë menduar që më nuk do të shiheshit? Edhe aja ka qenë, po shumica prej tyre kanë përshëndet me atë qëllim. Shumica prej tyre, dhe më thonë, ata e dishin ma mirë se unë, ata mashin ma tragjike se sa unë. Gjendja e tij e bënte udhëtimin shumë të rrezikshëm. Mendimin e shokëve dhe strukturave të ushtrisë qërimtare të Kosovës, ai fillimisht u strehua në Prishtinë, me pas në Maqedoni dhe në fund u dërgua në spitalin ushtarak në Tiranë, ku qëndroi vetëm disa ditë, pasi mjekët i thanë se duhet të kërkonte trajtim në spitale me të specializuara për sëmundjen e tij. Pas shumë përpjekjeve, trajtimin e vazhdoi në një nga spitalet e Frankfurtit në Gjermani. Dhimbje kom pas tonë, dhimbjes më nalqen, shumë interesant ka qenë, sa do që marsha injekcione, sa do që marsha, kom pas dhimbje rreth mjesit, shpina më ka dhimbë shumë tonë kohën, dhe më thonë, sikur këtash, po them shkurt shqip sikur më përshdredh, aq dhimbje të mëdha kom pas. Pra, erdhi vendimi edhe nga komandantët, edhe nga komandanti i zonës drejtën në atë kohë, Selima Selimi, me leje Ka shtabi përgjithshëm. Ka shtabi përgjithshëm faktikisht. Me shkrim e kom pas që do të përcjellim për shërim Në Shqipëri. Në Shqipëri, mirë po më tha se isha në takim edhe me komandantin atë kohë të shtabit, tha në verë tha,
nuk mund të garantojmë sa që si me të çu, domthon faktikisht ti me jetë tonë këllon smunësh. Sidoqoftë, erdhi përfundime që unë të shkoj në për Prishtinë, në për qytet. Prishtinë, Ferizaj, Hantelezit, me përcjellje, mirë po, para se më nis, ula me ata që kishin më përcjell mua, thash dëgjoni. Mos rrezikoni për mua, s'keni nevojë. Nuk edhe me vdek, nuk jam për vdek thashë unë, po edhe me vdek, des në anën tem. Jo vetë, po thash që kam kushtet e mia, ha? Thash unë para ma tem nuk nisna. Po për fat mia ata edhe pajtuan. Pajtuan, jo, mirë, në rregull. Len Ceket më kanë ndihmuar shumë, domthonë ishte Fadil Ismaili në atë kohë, Jusufi Meri dhe Lulzim Bakalli. Ata që edhe në natën e banëm të Lulzim Bakalli në Prishtinë. Sot në Dardani, domthonë, faktikisht në atë kohë shumë pak kam dalë në Prishtinë. Nalt serb, poshtë serb, të banu, po në atë masanej kum dëgju se se kum ditë me. Mirë po, thëmë drejten nuk u frikojsh se kisha armët e mia, domthonë kisha dhënë përcjell ka ardhur hoxha im përcjellje time, Liman Ladrosi, ton kohën ka qenë përcjellje time, domthonë me mua ton kohën. Duhet kemi qenë armatosë. Erdhi koha shkum krejt me organizim kanë qenë, domthonë çdo kohë ka qenë me organizim, çdo kohë ka qenë pritje që kanë qenë të lidhur me ushtrinë tonë qëllimtare. Si në Hantelezën kofi, na ka çu deri të tovë shoku pasi të kemi flajt, derisa ka u liru rruga me shku, diber kemi dalë tash në Shqipëri. Çfarë të thanë mjekët në Spitalin Ushtarak në Tiranë? Vetëm dokumentat ishin qunë pak të mjekëve tonë, faktikisht plagën ma lojtën, ma fshetën, ma mbëllën. E pastruan, domethënë na vjekeq, na s'mujmë të ndihmuar asgjë. Vetëm mundësi thoshin atë kohë me mujt me çit jashtë ku në Gjermani që po di vënë perëndimore. Unë nuk e disha, nuk e thëshë që jam për vdekje, domethënë faktikisht ata u habetëshin me mua si po jam ende gjallë. Në Gjermani filloi një betejë e vështirë për jetën e Enverit. Ai u nënshtrua kimioterapizë dhe operacioneve të njëpasnjëshme. Për mjekët gjerman, Enveri ishte një rast i veçantë, një luftëtar që vinte drejt për drejt nga fronti i luftës. Prandaj sipas Enverit, edhe kujdesi ishte maksimal. Isha një fenomen për atë mjekët e atjeshëm. Kurse harroj, dikon 15 mjekë janë grumbullu, me shqyrtu, si m'ja bo, qësh m'ja bo me mu, qa m'ja bo, ku me fillu. A e kuptuan mjekë se ti po vjen nga një zonë e luftimeve, aty ishte nga luftimet e kuptove që po vuan nga jo, aty ishte edhe krejt ajo mjekimi aqemi, ajo pritja aqemir atje, se ka marrë për një frontit luftës, faktikisht ta dishin situatë, dishin krejt, se kishte përkrys atë tani. Vlen theksohet domthon u të punë aq shumë mjek sa që ata ishin të interesuar që unë tjetoj, faktikisht. Edhe pse, si që thërën, ata shancat ishin shumë minimale. Dhe fillun me ato, jo operacione të thëshin nuk gëzoj me bo njëherë, ka fillu me terapi kimike në atë kohë. Po, isho dhe tash, për shamun, disa pacient terapia kimike, tash janë krejt ndrysh atëherë, kanë qenë shumë të vështira. Si arritet i përballosh? Nuk e di as vetë. Me të vërtet, atë pjesë nuk e di as vetë, se kanë qenë 4 cikluse, theshin atë kohë, 4 cikluse me terapi kimike, drejtë në ndamorët zamës, kanë qenë, ka posë ato katedra, ato, po ka qenë aqeran, sa që unë dikun rrita peshen, minimo dikun 20 kg kam posë, në atë kohë. 1,70 m, 20 kg pesh. X kisha. Kanë qenë ato momente që unë faktikisht me muj nuk e disha se ku i kam fëmin. Faktikisht kështu më dita se ku kam familjen. Tek vonë, ka orë puna me folën telefonën e me tash dëshmën me Dajmë Lazem, kështë e qëllu rastisht. Ofër një telefonet më zgabosha me Ilaz Kodrën, apo me dikon tjetër, kanë pas një telefon satelitor në atë kohë, kam thirr prej dikosh shumë tregoj prej njerëzve, jo mundesh me fol, kam fol me Dajmë Lazem, ka doksu me fol me fëmijë, me nanën me kret, domos ai mund tregoj ku janë, si janë. Ka qenë ato momentet e lekshtisë. Mirë po, kanë ardhur shumë njerëz edhe në spitalet, kanë ardhur shumë njerëz më po edhe, domosdoshmë shqiptar,
edhe pa njoft fare, vetëm se kanë dëgju që ka marrë për lufte. Një ndërta që ka marrë për çdo ditë që më kanë ecë shumë gati, ka qenë Kojshi, fshinj joni, është Aref Shishani, ka qenë afër aty. Ai mas shumë të thuje se mas shumë të më kanë ndihmuar për përkthime, për kumnet shumë të në shpitina, edhe ka qenë kushëririm Hamdilla Drosin atë kohë që 40 ditësh në Gjermani, ka orë për çdo ditë gati ka po larg, ka qenë po ka orë më po. Dhe Arritet mbjetosh. disi, po, vetëm që gjithmonë i thesha, aman, mos më leni me vdek këtë, gjithmonë, kush ka ardhë, ishtë bo sikur me shtin kaset ato. Domthon, kush do që vike që aman thesha, për këthema beti kush, s'disha si fjallë gjermanisht. S'disha, unë jam operuar ditën e ditëlindjen time. Domthon, ishte ditëlindja ime me 7-6, kur u bo operim pas terapia kimike. Domthon, isha shku në janar, tek në qershor, erdhi puna për me bo operacionin e parë atje në Gjermani unë. E kam bo edhe një në Moskri, 2. 2 operacione kam bo mrena 2 mujve, 3 mujve dikon. Po si thash, ai në ditëlindjen time, domthon nuk e disha gjuhën, motat më përgatitshë për operacion dhe vishin me marru ditëlindjen, disha çfarë po thojnë, se s'disha si fjalë gjermanisht. Shkurt operacioni kry, thanë me sukses, po prap gjithmonë mjek kanë pas atë skeptizim në vetë, domthon kanë qenë skeptik se ata Mbjetosh. a do të mjetoj ajo. Edhe kur e pyesin tani këta të mi dikush. Ha doktor. Ai thekë napi bëjmë detyrën tonë, thekë po ma shumë po shëron ky vetën se sa ne atë. Tashmë lufta kishte përfunduar, ndërsa Enveri vazhdonte të qëndronte në spital, duke marrë trajtimet e duhura mjekësore. Me lejen e mjekëve, edhe pse në gjendje të plogësht, ai vendosi të kthehej në Kosovë për të takuar me fëmijët, me prindërit dhe shokët e luftës. Vizita ishte shkurtër, pasi duhet vazhdonte ende trajtimin për sëmundjen nga e cila vuante. Vetëm doja me inë Kosovë. Vetëm doja me inë Kosovë, mblodha do, ca gjona, pak e disha që janë dalë për lufte, fëmija, gjithë s'kishëm tesha, s'kishëm gjonë, më dova pak a shumë diçka të tesha. Ama përshkruan pak momentet e para të takimit me fëmijët, me Shumë emocionale, prindërit, ishte, sepse shumë. deri voni ke pas edhe gjallë prindërit. Po. Ishte shumë emocionuese, ishte shumë, domethënë, faktikisht ishte edhe në si me thonë, një habi, një çudi e madhe, si ku mund me mbjetu gjitha soj. Mi po, isha ende shumë i plëksht, isha alo, ato dike dhe më honë prej slarte që unë isha alo, edhe isha alo në mjekime, u dash kish do muj më lajmëruan të mjeku, me bo do terapia, bo do sene. Pas 10 vitesh, Enveri u përballë sërish me sëmundjen, edhe vazhdon të vuaj pasojat e saj dhe të luftës. Edhe pse mban statusin veteran invalidi i ushtrisë qeverimtare të Kosovës, ai nuk ka marrë asnjë pension, asnjë përfitim, asnjëherë, pasi gjatë kohës së aplikimit ndodhe në spital në Gjermani dhe kërkesa e tij ende nuk po shqyrtohet. Faktikisht unë i kam ato pasojat e mia, pasojat e asaj kohe, pasojat e smundjes, pasojat e gjitha. I rënkoj ende sot. Faktikisht unë sot e gëzoj, e kam kartelen veteran invalid i luftës. Statusin e gëzoj në letër. Beneficione s'ka marrë kur. Kjo ka ndodhur se kur është bë atëherë verifikimi i invalidëve, shkollëve invaliditetit, unë nuk kisha mundësi më arë këtu se isha të shëru. Këtë kërkesë, domethënë, kom bë tek vend 2015-16, edhe ata mjekë të ri që kanë qenë, s'ma kanë njohur, se kanë ditë historinë, edhe pse kisha dokumente faktikisht të luftës, po gjoja ata që kanë po të arsyeshme me gëzuni penzion invaliditor, se gjoja aja s'mund ka mund të marrë edhe pa luftë. Gjatë rrëfimit për luftën, për ofenzivat e rrezikshme dhe sëmundjen e rënd, Enveri qëndroi i fortë. Por gjithçka ndryshoi kur kujtoi fjalët e nipit e tij 7 vjeçar, që ishte krenar me gjyshin e tij. Atëherë, syt ju mbushën me lot. Nuk ishte me lufta që fliste, por jeta, një jetë që dikur nuk besonte se do ta jetonte. Ai sot kërkon që kujtesa e kësaj sakrifice, të rënët për liri, të mos harrohen dhe që brezat të rinj të mësojnë për luftën dhe lirin si një nga mësimet më të çmuara. Flas fëmijëve shumë, e flas fëmijëve këtë aspekt shumë. Nipin më të madh e kam 7 vjeç, edhe është interesant, djali im është i martuar me gjermana.
fëmijën i ka me Gjermane. Edhe më thire ditë në telefon me kamerë, djali i nipi. Thot gjësht, thot, së më ke tregu për luft kur gjë. Qa po të me ditë? Po jo, si ka qenë, më njua paka shumë. Tha, a di qka, tha, jam shumë, tha, krenar me ty. Dhe më unë ai fëmi, që dy fjallë shqip me zidin, edhe po thot që jam shumë krenar me ty. Enver nuk u emocionove gjatë gjithë rrëfimit, ndërkaq kur fole për nipin dolen lotët. Është vërtet se kush e ka po bërë sot që do jem gjësh do bëm. Absurde. Dhe më gjithë ato që kam kalu, se kam mendu absolut. Po që jeta vazhdon. Ky ishte rrëfimi i ish ushtarit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Enver Ladrovci, i cili në moshën 28 vjeçare u përball me 2 betejë, luftën për liri dhe luftën për jetën. Ai arriti të mbijetoj të dyjave, duke u bërë kështu simboli qëndresës dhe sakrificës. Edhe pse lufta ka përfunduar, sfidat e tij vazhdojnë, duke e bërë historinë e tij një dëshmi të fortë për guximin dhe forcën njerëzore. Autore: Sabrie Haxhiu. Realizimi teknik: Shpejtim Salihu.